terma logjik dhe politik. U tha këtu nga Taulanti edhe nga Ulsiu, mos gabohem, po edhe kam dëgjuar nga të tjerë që ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Dhe natyrisht, kur them boshllëku në trut atyre që nuk i dhanë drejtim, kam parasysh jo personat veçantë, po kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vetë. Sepse nuk është nevoja të jetë çdo gjë e shkruar në gërmën e ligjit, nëse në frymën dhe në gërmën e kushtetutës janë të qarta orientimet për të gjithë ata që jetojnë nën atë kushtetutë. Dhe faktikisht ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë e këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si